TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty dhe mirë se vini në programin ton të sotëm, që do të jetë realisht një program shumë i veçantë dhe shumë jashtë formatit të zakonshëm në mënyrën se si ne i bëjmë programet. Në studio me mua do të jetë Dena, si gjithmonë. Përshëndetje Dena. Përshëndetje Arta, përshëndetje mikesha dashura. Do të jetë edhe Ledi, drejtuesja e TWR Albania. Mirë se erdhe Ledi. Faleminderit për ftesën. Në fakt ky program do të jetë me pyetje të thjeshta që mendoj do të jenë shumë inkurajuese për dëgjueset tona, nga përvoja tona për gjatë viteve për Krishtlindje. Do të ketë një temë që mendoj është vërtet shumë e bukur, ajo që do të jetë, si të thuash, fija lidhse e gjithë programit. Mos harroni të ftoni personin që ka ditëlindjen. Krishtlindja është vërtet një fest shumë e bukur për ne të krishterët dhe ne mendojmë që përvoja tona të jenë inkurajim për të gjitha ju që jeni duke na ndjekur. Vajza, po ju quaj vajza, pyetja e parë është çfarë menduat kur vendosëm për temën këtë Krishtlindje mos harroni të ftoni Krishtin. Pra mos harroni të ftoni personin që ka ditëlindjen. Faleminderit shumë që na shuan vajza dhe vazhdon na inkurajon. Për sa i përket momentit parë që dëgjova për këtë temë, ajo që më shkon ndërmend është që ka shumë festa gjatë vitit. Edhe njerëzit dëshirojnë të kalojnë ditë pushimi, ditë që janë pranë familjes tyre, ditë që janë patjetër me muzikë, me ushqim të mirë, me drita gjithandej. Por shumë pak ndalojmë dhe reflektojmë për atë që është arsyeja e vërtet se pse jemi duke festuar. Flas pak për ne që jemi besimtarë dhe që i besojmë atij si shpëtimtar edhe shpengues të jetës sonë. Kështu që është bukur, është pak si adventi ky programi që jemi duke bërë tani. Pra është të ndalojmë pak edhe të kuptojmë që jemi duke u përgatitur dhe është mirë të përgatisim zemrat tona më së pari për të ratë më të madhe që ka marrë ndonjëherë njerëzimi. Ledi, kjo pyetje Arta më bëri që të mendoj më shumë si ta ftoj Jezusin. Se normalisht ne ftojmë një person fizik duke i dërguar një ftesë, duke i marrë në telefon një mesazh, por si mund ta ftosh Jezusin për Krishtlindje në vendin ku ti je? Edhe patjetër mund të ketë mënyra të shumta, por një prej tyre është lutja, duke filluar me lutje dhe duke i thënë eja Jezus dhe na drejto në çdo gjë që ne bëjmë për Krishtlindje, në çdo gjë që ne duam të japim më të mirën tonë. Personalisht për mua, domethënë Krishtlindja ka qenë që thellë kërkon në zemrën tënde më të mirën gjej aty edhe dhuro. Dhuro talent, dhuro gëzim, dhuro dashuri. Kjo ka qenë ajo që leitmotivi i Krishtlindjes time. Por sa mirë do ishte që këto gjërat i bënim me Jezusin. Në fakt Dena e tha pak, edhe të gjitha jemi të ndërgjegjshme që në shumë herë, madje jo vetëm për ata që janë jo besimtar, por shumë herë dhe për ata që janë besimtar, Krishtlindja ka të bëjë më shumë me dhuratat, me zbukurimin e pemës, që në datën 1, madje disa e bëjnë edhe më përpara. E keni vënë re këtë për shembull tek njerëzit pranë jush, edhe cili është mendimi juaj apo çfarë mund të thoni atyre? A jeni të nxitura që të thoni diçka më konkretisht për festën? Në fakt Krishtlindja është një mundësi shumë e mirë për të treguar të tjerëve për Jezusin. Një nga gjërat është historia e lindjes së Krishtit, që ne mundohemi ta lexojmë si familje, dhe jo vetëm kaq, por edhe këngë të ndryshme Krishtlindjesh që i këndojmë së bashku, të cilat na nxisin të reflektojmë për atë çfarë ndodhi atë Krishtlindje, që Krishti erdhi dhe u bë mish për të jetuar me ne, Emanuel. Gjithmonë mendoj që nuk ishte ndoshta shumë drita nga këto që ne kemi sot, jo ndoshta, por nuk ishte. Në momentin kur erdhi Krishti në një grazhd, edhe skenën e grazhdit që ndonjëherë mundohemi ta paraqesim për Krishtlindje, mundohemi ta bëjmë të ngrohtë apo jo, edhe të këndshëm për syrin, por nëse mendojmë një stall ku kanë qëndruar kafshët dhe aty erdhi dhe lindi shpëtimtari i botës, është një ambient pak i këndshëm për të qëndruar edhe për të festuar. Kështu që është i ftohtë fiks. Po, një nga gjërat që do ndalesha njësoj është le të mendojmë pak për ardhjen e vërtetë të tij. Pse ai erdhi në një vend që ishte aq i thjeshtë, aq i ftohtë, aq i zakonshëm. Edhe se si ne sot është totalisht një kontrast, jo detyrimisht i gabuar, por
ka kaq shumë ngjyra, ka shumë feste dhe andalojmë dhe reflektojmë pak për mënyrën se si mbreti i qiellit erdhi si personi më i thjeshtë në tokë. Në fakt, vetëm kur e mendon mbreti i qiellit erdhi në tokë, ti jep një lloj ngrohtësie që të përshkon gjithë trupin. Edhe është një gjë shumë e bukur, por si mund ta ftojmë Krishtin në familjen tonë gjatë festës? Cilat janë disa mënyra të thjeshta për ta kthyer Krishtlindjen tek thelbi i saj? Për shembull, unë mund të ndaj përvojën time në këtë që është përmes falënderimit. Domethënë për mua gjithë dita e Krishtlindjes, edhe gjithë dreka apo darka ka të bëjë me falënderimin. Domethënë me mendjen time unë shkoj në të gjitha vendet e botës ku kam miq, mikesha të njohur, apo njerëz që na ka lidhur puna dhe ka nevojë për lutje dhe në radh parë falenderoj Zotin që i ka sjell në jetën time dhe lutem për ta. Domethënë kjo është mënyra se si unë e ftoj Krishtin. Kjo është një gjë që ne realisht jemi thirrur ta bëjmë çdo ditë të vitit, absolutisht. Por përpiqemi të shkojmë pak edhe në vende të tjera ku na ka shkuar mendja përpara në ditët e zakonshme. Si është për ju? Si e ftoni Krishtin? Ndoshta duke lexuar diçka sepse unë e kam vajzat e rritura dhe nuk jetojnë me mua, kështu që e kam harruar pak të pjesë kur lexonim historinë e Krishtlindjes, u bën shumë vite. Një nga traditat që jemi duke ndjekur në kish me fëmijët është pikërisht përgatitja për gjatë adventit duke lexuar vargje biblike nga ungjit që ndihmojnë të krijojnë fëmijët edhe një herë, po themi në mendjen e tyre, të imagjinojnë situatën si ka qenë në atë kohë për Marian, për Jozefin, ardhja e Jezusit, dhe po ashtu ndihmon edhe ne si prindër të kalojmë një kohë devocionale me fëmijët tanë dhe të krijojmë një atmosferë të ngrohtë Krishtlindje në shtëpi për gjatë gjithë muajit të dhjetorit. Në fakt, për shumë kohë kemi kërkuar në familjen tonë, ose personalisht duke ardhur nga koha e komunizmit ku nuk është se kemi festuar Krishtlindjen, kam pyetur miq të mi të krishterë, të cilët në vendin e tyre kanë festuar gjithmonë Krishtlindjen, dhe kam kërkuar për tradita, çfarë mund të bënim ditën e Krishtlindjes që me vërtet Jezusi ishte prezent. Dhe nga miqt dhe mikeshat e mia që më kanë treguar, një nga gjërat që ata bënin është që bënin vargje të vogla nga Bibla dhe i vendosin në një si kup dhe ti mund të zgjedhësh dhe të lexosh nga ato vargjet. Kjo ishte një si tip tradite që e kanë bërë. Dhe patjetër pjekja e biskotave dhe këto gjërat e tjera që ti edhe pse i bën, mundohesh që ta ftosh Jezusin në çdo gjë. Një tjetër gjë që ne kemi bërë me punën tashmë për disa vite është që jemi munduar të tregojmë Krishtin tek të tjerët. Pothuajse çdo vit nga 2019 kemi organizuar një takim të vogël festiv me gratë dhe fëmijët tek qendra e grave të dhënuara. Dhe mënyra se si Zoti na ka bekuar është që ka pasur njerëz që nuk e dinin fjalën Krisht. Dhe një nga gjërat që ne bëjmë për Krishtlindje, bëjmë të njohur njerëzve fjalën Krisht, që ai erdhi për Krishtlindje. Edhe është momenti më i bukur, sepse në radhë parë do të shpjegosh kuptimin e emrit të kësaj feste dhe aty pastaj. Po, domethënë kjo është një mundësi shumë e mirë sepse për Krishtlindje zakonisht të gjitha dyert janë të hapura në kuptimin që edhe në këto institucionet që ti nuk mund të flasësh dot hapur, është festa e Krishtlindjes. Kështu që do flasësh për Krishtin. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për të ndarë Krishtin me të tjerët. Dhe më kujtohet, me thënë të drejtën, një histori, një grua, Ilmia, e cila nuk ishte dëgjuar asnjëherë për Krishtin. Dhe tha, nuk e njoh këtë Krisht, tha, s'kam dëgjuar. Po filmin e Krishtlindjes nuk e ke parë, i thoshim ne, jo, tha, nuk e kam parë sepse punoj gjithkohës dhe nuk kam kohë të shikoj televizor. Fakt është shumë histori emocionuese, mua më kujtohet shumë mirë historia e Ilmias. Doja të bëja një pyetje paksa personale. Ne, secila prej nesh ka historitë e veta, kemi përjetuar gjëra të ndryshme, kështu që kjo do jetë pak si më personale. Edhe shpresoj që t'jetë shumë inkurajim për shumë nga mikeshat tona që na dëgjojnë. A keni përjetuar ndonjë Krishtlindje kur keni ndjer realisht praninë e Krishtit? Pra, do me thënë, thelbi është që ne si besimtar e dim që Perëndia është me ne edhe e përjetojmë këtë çdo ditë në gjërat që bëjmë. Por një moment i veçantë
gjatë krishtlindjeve. Për shembull, unë mund ndaj historinë time kur pas divorcit vajzat u larguan jashtë Shqipërisë, edhe ishte krishtlindja e parë që unë isha vetëm. Isha me prindrit e mi, sigurisht, por nuk ishte më ajo zhurma e fëmijëve, hapja e pakove, ai mëngjesi i krishtlindjes që e mbushte shtëpinë me zhurma edhe ka një atmosferë krejt tjetër. Kështu që realisht unë mendoja që do të ishte një krishtlindje e trishtueshme. Kujtime do të ngjalleshin, po ndonjëherë sa do të bukura të jenë kujtimet, më shumë sikur na e ngacmojnë plagën që kemi brenda, që ne e quajmë plag, po me Zotin është ai na jep shërimin gjithmonë. Mendoj që atë krishtlindje në mënyrë të veçantë, unë e kam ndier praninë e Krishtit, e kam ndier në paqen që kisha. Edhe pse vajzat nuk ishin aty, nuk ishte brenda meje as trishtim, as keqardhje. Kisha një paqe që, si thot Bibla, paqja e Perëndisja te i kalon çdo zgjuarësie. Dhe unë me të vërtet e kam përjetuar atë lloj paqe në krishtlindjen e parë pa vajza. Tani është bërë diçka e zakonshme, po atë e mbaj mend si sot, më kujtohet. Faleminderit që e ndave Arta, sepse është diçka shumë personale edhe mendoj që ndoshta shumë nga dëgjuesit tona mund ta kenë gjetur veten, po themi, në një situatë të ngjashme. Dhe është një dëshmi se si Perëndia asnjëherë nuk na le vetëm. Gjithmonë ai është mjaft. Edhe në mënyrë të mrekullueshme duke sjell festën. Edhe nëse fizikisht ne mund të ndihemi vetëm. Unë vi nga një familje me një besim tjetër, dhe me thënë ne për shumë kohë festën e krishtlindjes e kemi parë si një festë që na sjell më afër me vitin e ri, ku ishte festa më e madhe në familjet shqiptare. Siç ka qenë gjatë komunizmit edhe pas, është ende festa ku mblidhen më shumë njerëz, ka më shumë ushqim edhe megjithatë pasi njoha Zotin edhe se kush ishte Krishti për jetën time, ne kemi festuar vazhdimisht në kish. Aty ka qenë familja, po themi për ne, familja e besimit ka qenë krishtlindja jon. Megjithatë, gjatë kohës të vuajtjes mbas humbjes babait tim, ka qenë pikërisht ai moment që mendoj që Krishti më ka mbajtur fort, që festat po afroheshin edhe karrigja patjetër mbetet bosh. Por ai ka qenë aty dhe ka dhënë gëzim dhe ka dhënë paqe, edhe në momentet më të brishta dashuria e tij është e jashtëzakonshme edhe është e mjaftueshme. Amen. Amen. Ndërsa në fakt kur mendoj për krishtlindjen gjatë viteve, më vjen në mend krishtlindja ime e parë. Domethënë, më kishte ftuar kushurira në një kish për herë të parë, edhe ke parasysh dëgjova për këtë Jezus që ne jemi rritur në ateizëm dhe fjalën Zot nuk është se e përmendim, kishim fotografinë e diktatorit kudo edhe çdo gjë nuk e di pse, po ishte bërë sikur duhet i kërkonin falje atij për çdo gjë, ishte si Zot në të vërtetë, si fëmijë që e mbaj mend. Dhe kur dëgjova për këtë Jezus, isha te shtëpia e kushurirës time, domethënë, dhe është krishtlindja edhe në një moment u shkëputa nga rrëmuja e fëmijëve që po bënin aty, nuk isha fëmijë, po 18. Ka qenë vitin 94 edhe shkova tek dhoma, më mbylla edhe vetëm mbaj mend të fjalë që i kam thënë gëzuar ditëlindjen Jezus në lutje, edhe ky ka qenë një moment që prania e Zotit më ka mbushur dhe më ka dhënë gëzim. Dhe mbaj mend si sot e kësaj dite dhe nuk e harroj, se pastaj ti feston çdo krishtlindje dhe del një gjë tjetër dhe një gjë tjetër. Por ky krishtlindja e parë ka qenë shumë e veçantë, sepse me të vërtetë e dija ditëlindja e kujt ishte. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për cilën ne po diskutojmë. Në fakt kisha përgatitur edhe shumë pyetje të tjera, por koha që kemi në dispozicion është vetëm pak minuta në krahasim me ato që ne duam të themi. Kështu që do të kalojmë në pjesën e dytë të programit, ku Dena do të ndajë me ne historinë e krishtlindjes nga Ungjilli sipas Lukës. Mikesha të dashura, jemi rikthyer sërish në studio. Historia e lindjes së Krishtit në Ungjillin e Lukës është një rrëfim i butë, i pastër dhe thellësisht njerëzor. Luka, më i detajuar i ndër ungjilltarët, na sjell jo vetëm faktet historike, por edhe emocionet, atmosferën dhe mrekullitë që rrethuan ardhjen e shpëtimtarit. Rrëfimi i Lukës nis me një vizitë angjëllore. Maria, një vajzë e re në Nazaret, merr një lajm nga Angjëlli Gabriel.
Do të lindësh një djalë dhe do ta quash Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i më të lartit. Ky moment shënon fillimin e mrekullisë. Lindja e Krishtit nuk vjen si një ide e njerëzve, por si nismë e Perëndisë. Maria e pranon këtë ftesë me bindje dhe për ulësi. Një prej mesazheve kryesore të Lukës. Zoti vepron përmes zemrave të përulura. Luka i jep shumë rëndësi reagimit të Marisë. Ja shërbëtorja e Zotit. Tregon besim të pastër, edhe pse ajo nuk i kupton të gjitha. Kur Cezar Augusti nxjerr urdhrin për regjistrim, Maria dhe Jozefi udhëtojnë drejt Betlehemit. Kjo nuk është thjesht një udhëtim administrativ, është plotësimi i profecisë së Mikeas që thoshte se Mesia do të lindte në Betlehem. Rruga me siguri ka qenë e mundimshme për një grua shtatzën, por Luka e përmend thjesht, duke e lënë lexuesin të kuptojë lodhjen pa e dramatizuar. Luka e vendos historinë e Krishtit brenda realitetit historik, me perandor, vendime politike dhe lëvizje populli, për të treguar se Perëndia vepron në mes të historisë njerëzore. Kur arrin në Betlehem, nuk ka vend për ta. Kështu Jezusi lind në një vend të thjesht, ndoshta në një stall, dhe vihet në grasht. Ajo e mbështolli me pelena dhe e shtriu në grasht. Luka dëshiron ta theksojë këtë kontrast. Mbreti i botës lindi larg luksit dhe madhështisë. Kjo zgjedhje e Perëndisë është e qëllimshme. Krishti vjen pranë të thjeshtëve, atyre që nuk kanë ku të mbështeten. Grashti është simboli për ulësisë së Perëndisë, i cili vjen afër njeriut pa barrierat e pushtetit apo pasurisë. Ndryshe nga sa pritej, lajmërimi i lindjes nuk shkon tek mbretrit, por tek barind, njerëzit më të thjeshtë të kohës. Një engjëll u shfaq dhe u tha: "Sot në qytetin e Davidit ju ka lindur shpëtimtari që është Krishti, Zoti." Pastaj qielli hapet me një ushtri engjëllore që këndon: "Lavdi Perëndisë në vendet shumë të larta dhe paqe mbi tokë." Barind përfaqësojnë njerëzit e thjeshtë që e pranojnë lajmin me gëzim. Për Zotin, madhështia fillon nga zemra, jo nga statusi. Barind shkojnë menjëherë te grashti dhe gjejnë atë që engjëlli kishte thënë. Pasi e shohin fëmijën, ata nisin t'ua tregojnë të gjithëve lajmin. Maria ndërkohë i ruante të gjitha këto fjalë dhe i meditonte në zemrën e saj. Këtu Luka tregon dy reagime. Barind shpërthej në gëzim dhe dëshmi. Maria hesht dhe mediton në zemër. Zoti na lejon t'i qasemi Krishtit si barind, me gëzim dhe spontanitet, apo si Maria, me reflektim të thellë. Të dyja janë forma të sakta adhurimi. Kur Jezusi paraqitet në tempull, Simeoni, njeriu i drejtë që priste ngushëllimin e Izraelit, e mban në krah dhe shpall. Sytë e mi pan shpëtimin tënd, dritë për t'i ndriçuar kombet. Ky është momenti ku Luka e shtron qartë misionin global të Krishtit. Ai erdhi për të gjithë, jo vetëm për një popull. Luka e rrëfen lindjen e Krishtit me një thjeshtësi që të prek, një vajzë e re, një burr besnik, një udhëtim i vështirë, një lindje në një stall, një lajm i madh për njerëzit më të thjeshtë. Kjo histori na kujton tre të vërteta të mëdha. Perëndia vjen në të papriturën dhe në të thjeshtën, jo në pallate, por në një grasht. Krishti erdhi për të gjithë. Barind janë dëshmia se askush nuk është shumë i thjeshtë për të pranuar lajmin e tij. Lindja e Jezusit është ftesë për zemrën tonë. Si barind, ne mund të afrohemi me gëzim. Si Maria, ne mund të meditojmë në heshtje. Si Simoni, ne mund të shohim në Krishtin dritën dhe shpresën që kemi pritur. Historia e Lukës nuk është vetëm kujtim, është ftesë. Ftesë për të apritur Krishtin në jetën tonë me thjeshtësi, me gëzim dhe me zemër të hapur. Dhe na shumë faleminderit për historinë që ndave. Dhe besoj që edhe shumë njerëz që nuk e kanë ditur historinë e Krishtlindjes, ta dinë se si Perëndia erdhi në formë njerëzore për të qenë sa më afër nesh dhe për të kryer misionin e tij përfundimtar që është pajtimi ynë me Perëndin. Mikesha dashura, këtu ka ardhur koha të ndajemi për sot. Stafi të WR Albania ju uron gëzuar Krishtlindjen, paçi një Krishtlindje të bekuar dhe mos harroni të ftoni Krishtin në festën tuaj. Në fund të fundit, ai është personi që ka ditëlindjen. Ditëlindja është e tij. Ne ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube
dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Gëzuar Krishtlindjen dhe miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.